është më i diskreditur se kur. Ndaj dhe letë bashkovine, ftoj çdo shqiptar që beson tek Shqipëria, që beson se vendi është vend me pasuri mahnitëse, që beson se Shqipëria në kilometrat e saj ka më shumë para stan të rënë se që ka çdo vend tjetër mbi tokë, që beson se Shqipëria mund të bëhet më begat, më bukur, më lirë se çdo vend tjetër. Ndaj dhe 10 shkurti është dita tjetër e kryengritjes sonë paqësore. 10 shkurt, shqiptarët në të 4 anë ftohen në rrugë dhe sheshet e Tiranës. Qytetarët e Tiranës janë të ftuar të zbresin në shesh për t'i dhënë leksionin e merituar këtij regjimi anti-shqiptar. Miqtë e mi, sot Edi Rama nxin, siç nxinte dikur diktatori gjakatari Enver Hoxha, ky është diktatori i drogës së shqiptarëve. Ndaj edhe shqiptarët duhet i rezervojnë të njëjtin fat që i rezervuan diktatorit gjaksor. Edi Rama nuk ka alternativë tjetër përveç se t'jap dorëheqjen, t'jap dorëheqjen, t'jap dorëheqjen. Ja ku t'i themi këtu. Ti që fshihesh pas lubis, je i pa shpresë, sepse edhe lubia, edhe ti do shkoni atje ku e keni vendin. Sovrani për zver ku do t'ju kap ju. Thirrja ime është për 33-at e këtij vendi. Kombi sot ka nevojë më shumë se kur për ju. Ka nevojë më shumë se kur për guximin dhe trimërinë tuaj. Dhe mos harroni se në të gjitha kohrat, në momentet më kritike, kanë qenë 33-at shpëtimtarët e tij. Dhe kjo është arsyeja se pse aq sot pret nga ju shpëtimin, pret nga ju fitoren, pret dritën e fitores nga ju dhe zemrat tuaja. Ndaj le të bashkojmë në 10 shkurt për t'i dhënë mësimin e merituar narkokracisë së Tiranës për të përcjellë në Shqipëri dhe në mbar botën mesazhin e fitores, mesazhin e triumfit ton. Një thirrje kam për forcat e rendit. Brenda gjirit tuaj ka njerëz të ndershëm, familjar të shkëlqyer, abdetar të flakt, njerëz të ligjit. Por brenda jush ka kriminal, kopuk, trafikant, të cilët nxin. Ju bëj thirrje mos zbatoni urdhrat e tyre. Ju bëj thirrje shmangni çdo përplasje me qytetarët që po mbrojnë interesat tuaja, interesat e familjeve tuaja, po mbrojnë interesin e vendit tuaj.
mos provoni. Se kam vurë herën